Le lasht Pelasgo Ilire Afrodita është 2 mëngjesit, sepse dihet sot në botën e ditur që të gjitha perëndit janë me emra Ilir dhe spjegojnë vetëm me shqipen. Prandaj ilirët e lasht, duke futur dhe amantinët, ishin të bindur që gjua e tyre është gjuhë e zotave. Si e tilla ajo nuk shkruhet nëpër letra, është blasfemi i dashur të shkruhet nëpër letra, po ku do shkruhet? Shkruhet vetëm skalitet me dashuri dhe dhimbje vetëm në gur. Fal kësaj, unë kam kërkoj dhe kam gjetur shumë artefakte që flasim për shkrimin e lasht Pelasgo Ilir Shqip. Amantja është një nga referencat që do i vërtetoj botës dhe popullit vetë rrënjit e lashta të shkrimit Pelasgo Iliro Shqip. Shpresoj me ndihmën edhe të njerëzve të ditur dhe me pushtet në Shqipëri. Shpresoj edhe nga njerëz sot që janë maj të shtetit shqiptar, duke besuar tek vlerat patriotike të tyre që të sjell shkollën gjermane për 99 vjet dhe Amantja dhe populli këtu do jetë në një lumturi të vërtet, sepse do ja kaloj Butrintit. Hiret e saj lum bota kur Amantja të zbuloj hiret e saj. Janë pafund. Vatikani me zëdhënësit e saj thonë, Amantja është një mister. Ajo patjetër duhet të hap thesaret dhe vlerat e saj për t'i treguar qytetërimit nga ka ardhur dhe ku do vej. Unë shpresoj që me qeverinë aktuale shqiptare, me kryeministrin aktual shqiptar, t'i vete kësaj ide deri në fund. Nuk vdes